43 vjeçari iniciale Elë nga fshati Odër ka denoncuar vjedhjet e rënd në shtëpinë e tij që ka ndodhur të dielën mbrëma rreth orës 22. Personat të panjohur kanë hapur derën me forcë dhe nga brendia kanë marrë lloje të ndryshme zbukurime shprehari, si dhe 1.000 denar. Dëmi i përgjithshëm është vlerësuar 43.000 denar. Sipas policisë, hajnat janë larguar pa u vërejtur nga askush, ndërsa punohet në zbardhjen e plotë të rastit. Vazhdojnë aksidentet në rrugën Tetov-Pirok. Këtë herë aksidenti ka ndodhur në afërsi të fshatit Kallnik, ku veture tipit Golf me targa të Tetovës, e drejtuar nga 22 vjeçari me iniciale BJ nga Reqica e Vogël, ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe si pasojë ka dalë nga rruga, ku ka goditur një shtyllë elektrike prej betoni. Në këtë aksident lëndime ka marrë 20 vjeçari me iniciale ZV, po ashtu nga Reqica e Vogël, ndërsa 2 bashkëudhëtarët të moshës 19 vjeçare nga Tetova, si dhe vozici kanë marrë lëndime të lehta. Sipas policisë, me automjet tjetër, 4 të lënduarit janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës. Vozici dhe bashkëudhëtari me inicialet ZV janë jashtë rrezikut për jetën dhe pas marrjes së ndihmës së parë në Spitalin Klinik të Tetovës janë dërguar për në klinikat e Shkupit. Me urdhër të prokurorit publik është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe sipas policisë, dyshimet fillestare janë se shkak për këtë aksident ka qenë mospërshtatja e shpejtësisë, ndërsa dëmi material është vlerësuar rreth 80.000 denar. Të hënën pasdite në rrugën lokale Siriqin Tudenc, motociklet pa targa, të cilën e ka drejtuar 15 vjeçari nga fshati Ozërmisht, ka humbur kontrollin mbi motocikletën dhe ka dalur nga rruga. Vozici ka marrë lëndime të rënda trupore, ndërsa 16 vjeçari bashkëudhëtar po ashtu ka marrë lëndime trupore. Me anë të një veture tjetër janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku edhe janë mbajtur për kurim të mëtejshëm. Sipas policisë, shkak për këtë aksident ka qenë shpejtësia e madhe.